Po ashtu tash e kemi edhe syfyrin. Urtësia në syfyr, vëllazni, syfyri është prej veçorive tona të ehli sunetit muslimanëve që dallojmë nga ehlul kitabët që ata nuk bëjnë syfyr, se ata kanë një lloj agjërimie. Po, bile disa prej dietarëve kanë thënë se është obligim syfyri. Po, mendimi më i saktë është se është gjë e pëlqyer, nuk është obligim. Nuk është obligim syfyri, mirë, po nuk lihet sepse ka bereqet madh në syfyr. Po qoftë edhe nëse ke hongër, nuk je hund. Prishe gjumin, një glënk ujë mere apo një hurë, transmeton nga Selmani radiallahu anhu se pejgamberi sa ka thënë, bereqeti është në 3 sene. Që 3 sene bereqet. Vëllazni, bereqeti është sen i madh. A di që ka njerëz me 1000 euro kanë mirë, po s'kan bereqet hiç. Po dikush i ka pak euro, po fundin e muajit e ka lënë shumë mirë. Dhe në fund muajit. I jep Allahu zgjel bereqet. Kërkoni bereqet me pas. Por mush me pas, po bereqet nëse s'ki ku pish. E nëse të dyja ti ki, kjo është mirësia e Allahut. Bereqetin kërkoni në 3 sene, thot. Në një, thot në të ngrënurit bashk. Subhanallah. Në ngrënurit bashk. Na kemi hongër përpara. Tash i kanë nda me pjata prap hil inshallah tek bashkallëku. Mirë, po përpara e ka pas vetëm një tepsi. Edhe kanë hongër secili para vetës. Pejgamberi sa ka thonë që Allahu zgjel e qet e zbret bereqetin në midis gjellës, midis ushqimit dhe e shkip. Nëse dikush han vetëm me një dhomë, ky tjetri me një dhomë, hum bereqeti shtëpisë. Bile një dobi tjetër është vllazni që antarët e shtëpisë në mesveti, nëse i kanë rënë sysh njëri tjetrit, nëse përzihen jargët gjatë ngrënies, hiqet mësyshin mesin e antarëve të shtëpisë. Se e dini që kur ti bën mësysh dikujt duhet me marr gjurmë prej personit. Çysh o gjurma, na ditë ka ardha abdesti, apo marrish abdest, e laj fëmijën që i ke rënë mësysh, po një ndër gjurmët janë edhe jargët që përzihen me ushqim dhe normalisht kur përzihen jargët hiqet mësyshi me lejen e Allahut subhanahu taala. Në një çka bereqeti kokat ngrënurit bashk. E dyta të ngrënurit e çullit, edhe çull me hongër subhanallahu bereqet ka. Dhe e treta thot të ngrënurit e syfyr. Ebu Hurera thot me të vërtetë radiallahu anhu, Allahu ka vënë bereqetin syfyr edhe në kandar, edhe në kandar, se shumica tregtarëve rrajnë. Apo bëjnë bebën e ma e keqe, pak të janë besimtar, kone kam shiru Allahu subhanahu taala që janë të devotshëm dhe nuk rrajnë në kandar. Vonimi i syfyrit është çfarë është prej sunetit, thot është e preferuar që syneti që syfyrit vonohet deri pak para faljes së sabahut.